edhe diplomacisë së kohës. Ka interpretime shumë të ndryshme. Po çka është me rëndësi për publikun dhe për neve këtu, sipas meje gjithnjë. Për personës të akterëve kryesorë të organizimit 11 marsit që janë këtu me neve, është publiku do në me ditë kush inicoj, kush përfitoj nga to, dhe që ka ndodhi me Kosovën. Kush inicoj, në rënd parë, ka disa interpretime. Akterët e interpretojnë thotë, jo, na jemi autokton, që do të më pëlqente, po të ishte kështu. Po është ai segmenti gjithmonë, po themi, ngjajeve politike që ju jap një dinamik të ai segmenti i padukshëm. Që është diplomatiko edhe qërbimeve sekrete. Tash, problemi është kush kthehemi te kjo, kush përfitoj? Përfitoj Serbia, dashur në miq. Pse përfitoj Serbia? Sepse Serbia, domethënë, e hoqi autonominë. I shpushtetizoi shqiptarët nga gjitha institucionet e krahinës autonome të Kosovës atëherë, domethënë, filloi me marrë pushtetin edhe dhunshëm deri në 39-ën, sa i shtin edhe tonkset, sepse i kanë Serbisë që kanë dashur prej 39-shit praktikisht deri në 39-ën 8 vjet. Plota me çmontu sistemin politik. Sa s'ka mundur Serbia ta suprimojë autonominë e Kosovës pa të Albanishën? Jo, nuk ka mujtë. Se me rrjedh vinte Miloševiqi edhe autonomia e Kosovës ka qenë autonomia e Kosovës, kush është interesuar, kam lexuar shumë edhe raporte diplomatike, tash edhe kanë dalë disa. I kanë edhe këta të Institutit Historisë, jo relatat e 5 vendeve të Quintit që quhen sot SHPA, Britani, Itali, Francë, Gjermani. I kanë edhe relatat e disa agjencive sekrete cilat janë deklasifiku. Ka domosdoshmë, po nuk ka në raport, çka ka ndodhur në raportin Bashkim Sovjetik, Bullgari që përmenden shumë, aty kanë qenë shërbime si motra. Mirë vesh, shërbimi sekret shqiptar që kanë sigurimi, shërbimi sekret jugoslav që kanë UDBA. E UDBA ka qenë shtrim edhe në Kosovë, natyrisht. Edhe a ka pas influencë leadershipi politik i Kosovës në demonstratet të të, unë mendoj që po. Ka pas. Sepse i kanë shfrytzu elanin, energjinë e rinisë Kosovës, rinisë studentore, me shty për para çështën e Kosovës. Nuk kanë qenë krejt Tali Shukria, më falni. Nuk kanë qenë krejt Kur Shiroka, që u përmenden dy nga figurat ma monstruoze të asoj kohë. Po, vetëm pak, vetëm ta përmbyllu Alili, vetëm pak. Domethënë ka pas njerëz në leadershipin e Kosovës, sepse na mund me thonë, po mirë, ku ishme na po mos ishte Kosova? Jo, unë jap fjalën këtu. Ku ishte Kosova po mos ishte autonomia e Kosovës? Dikush u dosh me punu në atë sistem, dikush u dosh me shku me qelë universitetin, dikush u dosh me qelë universitet që ju me shku edhe na, ma vonë se ju, me mësu atje, me lezu libra, me vyt vendit, mu bon, me marrë edhe atë idenë edhe politike, edhe qytetare, edhe kombëtare, themi. Prandaj po them këto janë shumë komplekse këtu. Po është shumë paradoksale është një sen. Se nuk ekziston thash konsenzus jo vetëm në Kosovë, po as në raport ndërkombëtar. Çka ka ndodhur të 39-shin. Jugoslavia e akuzon mas pari Shqipninë. Thot, jo, na e keni bën çito. I ftofin marrëdhëniet, i prishin dije këtu, sa në muslim me shpjegu historinë, po interesant është që Shqipnia akuzon Serbinë, jo shumë Jugosllavinë si federat, po thotë Serbisë i kanë imu sovjetik me bullgar. E bullgarët që kanë patur të Po bullgarët shërbim të sovjetikve. Okej. Domethënë. Bile azemvllasi me një rast e ka pas thonë që shërbimi sekret bullgar ka qenë në Prishtinë, ka vepruar aso kohë. Ma thonë çfarë ndryshoi? Sa ka pas do informacionet shërbimit sekret. E ke trazuar vetëm pak, e ke trazuar pak pjesën e debatit. Çka ndryshoi pas 39-shit, pastaj do të tjerë? Ndryshoi se praktikisht filloi demontimi i institucioneve para shtetënorës, se thonë që ka qenë shtet, po ka qenë autonomi e fuqishme në literaturë njëtë si autonomi e madhe, ose autonomi e plot. Sepse ka qenë autonomi territoriale, ham politike, mos flas për kulturore. Sepse universiteti është qenë para autonomisë, është qenë në 70-të. Flamuaj u dhonë gjatë 8-shin, mas protestave, demonstratave gjatë 8-s. E drejta me shku në shkollë, e me mësu, e me lexu, edhe para këtyne do. Por, Serbia e pa që autonomia e Kosovës vetë vetiju, rëshqet ka Republika.
Për arsye se e tha Jonuzi më herët, ishte pjesë përbërëse e Jugosllavisë, por në kodër të Republikës së Serbisë. Që kjo dualizmi nuk e linte Kosovën më bos si Republika tjera. Po çka po në Republika tjera? U dash me luftu, prapë se prapë, edhe pse e kanë pas të drejtën për vetëvendosje. Kroacia, Slovenia, fillimisht 2 javë ditë. Bosnia, u dash me luftu, sikur na. Bile Bosnia me pasojë anës më moja se sona. Ashtë të nisha bazament ku